SPAK dhe rëndësia e tij thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë. Kjo u bë temë qendrore diskutimi gjatë seancës dëgjimore në Komisionin për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit në SBA të nominuarit për ambasador në Tiranë. Eric Wendt, senatorja John Shane, e përshkroi SPAK-un si një institucion kyç në kuadër të ambicieve të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ajo theksoi se kjo strukturë ka qenë shumë e suksesshme në luftimin e organizatave kriminale transnacionale dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Senatorja e quajti atë një shembull të shkëlqyer të mënyrës se si ndihma e huaj amerikane ka mbështetur ruajtjen e demokracisë dhe ka përmirësuar klimën e investimeve në Shqipëri. Në këtë kontekst, senatorja pyeti të propozuarin për postin e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të SBA-ve në Shqipëri Eric Wendt për SPAK-un dhe planet e Departamentit Amerikan të Shtetit për këtë institucion. Në përgjigjen e tij, nominuari për ambasador u zotua se nëse konfirmohet në detyrë do të angazhohet plotësisht në mbështetjen e punës së SPAK-ut, duke i dërguar një mesazh të qartë politikës në Tiranë se nuk do të ketë të paprekshëm. Ai theksoi se prokurorët e SPAK-ut i nënshtrohen një procesi verifikimi shumë të kujdesshëm, përfshir testin e poligrafit dhe mbikëqyrjen nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit ku marrin pjesë përfaqësues evropian dhe amerikan. Generali përmendi bashkëpunimin e shkëlqyer dhe shkëmbimin e pandërprerë të informacionit me SPAK dhe agjencive ligjzbatuese amerikane në Tiranë, si Departamenti i Drejtësisë, FBI dhe DEA. Ky bashkëpunim sipas tij ka sjellë rezultate konkrete, duke çuar në ndjekje penale kundër elementëve kriminal në SBA dhe në bllokimin e një ngarkese multitonshe kokaine me origjinë nga Paraguay. I nominuari për ambasador deklaroi se puna e SPAK-ut është kritike dhe do të ndihmojë në krijimin e një mjedisi transparent të barabartë për bizneset amerikane që duan të investojnë në Shqipëri, duke forcuar zbatimin e ligjit dhe transparencën në tender.